kanë organizuar një ekspozit të kaligrafisë islame në kuadër të programit Ramazani në Mostar. Kjo ekspozit shfaq mostra të punimeve të fituesve të çmimeve nga konkursi ndërkombëtar i kaligrafisë. Ekspozita unike u ofron vizitorëve mundësi të shijojnë kryeveprat e kaligrafisë islame dhe të njohin më nga afër bukurinë e kësaj shprehje artistike. Kaligrafia islame ka qenë simboli bukurisë, mençurisë dhe reflektimit shpirtëror për shekuj me radhë. Kaligrafia është një art pamor që lidhet me shkrimin, është projektimi dhe ekzekutimi i shkronjave me stilolaps, furçboje ose instrumente të tjera të shkrimit. Praktika bashkëkohore kaligrafike mund të përkufizohet si arti i dhënies së formës shenjave në një mënyrë ekspresive, harmonike dhe të shkallë. Në Azinë lindore dhe në botën islame, ku lejohet më shumë fleksibiliteti në format e shkruara, kaligrafia konsiderohet si një formë arti domethënëse dhe forma që mund të ndikohet nga kuptimi i tekstit ose fjalëve individuale. Qendra Kërkimore për Historinë, Artin dhe Kulturën Islame është një organizatë ndërkombëtare me bazë në Stamboll, e krijuar me qëllim të kërkimit, ruajtjes dhe promovimit të kulturës, historisë dhe artit islamik. Ai kushton vëmendje të veçantë të ruajtjes së trashëgimisë islame në vende të ndryshme të botës. Ne kemi një lidhje të fortë me profesorin, punon me ne për 25 vjet. Kjo ekspozit është një përzierje e artit, shpirtërorës dhe traditës, tha Taha Zahir Ozdemir nga Qendra Kërkimore për Historinë, Artin dhe Kulturën Islame. Më vjen shumë mirë që publiku i Mostarit do të ketë mundësinë të shohë disa nga veprat më domethënëse të kaligrafisë islame në dekadat e fundit. Ne po përpiqemi ta ofrojmë atë sepse kemi një traditë të thirrur në islam. Ejani, shikoni dhe shijoni për pak ditë këtë ekspozit, tha Azem Feriz nga Komiteti Organizativ i Manifestimit Ramazani në Mostar.